Sara Gjordeni shkon rrjetin, a do të jetë opinionistja e re e Big Brother VIP 5? Ish-banorja e njohur e Big Brother VIP Albania, Sara Gjordeni, ka ndezur rrjetet sociale me një postim të vetëm që ka hapur një val aludimesh. Sara publikoi në Instagram një foto simbolike ku në fokus ishte syri, një detaj që shumë ndjekës e lidhe menjëherë me logon ikonike të Big Brotherit. Ky veprim nuk kaloi pa u vënë re. Në një nga emisionet radiofonike të Albania Radio, moderatorët, bashkë me ish-banoren tjetër të Big Brother VIP, Livia Brunga, komentuan foton, duke aluduar se mund të jetë një sinjal për një rikthim të Sarës në forma. Mos ndoshta Sara do të jetë opinionistja e re e Big Brother VIP, apo ndoshta pjesë e Big Brother VIP fan club madje, pse jo edhe moderatorja e re? U shpreh Livia gjatë emisionit. Ajo që shtoi edhe më shumë benzin zjarrit, ishte fakti që vetë Sara e ripostoi këtë moment në Instastorinë e saj, duke shkruar sipër: "Më pëlqeni goca, më pëlqeni." Ky reagim nuk mohoi as pak zërat që qarkullojnë, përkundrazi, i forcoi edhe më shumë dyshimet se në sezonin e ri të spektaklit mund ta shohim Sarën në një rol të rëndësishëm.